Byroja Kombëtare e Hetimit dhe Policia e Shkodrës kryen kontrolle dhe veprime hetimore në Malësi të Madhe, Barbullush, Pushat dhe Mjet në kuadër të parandalimit të krimeve zgjedhore. Burimet bëjnë me dije se bëhet fjalë për procedimet penale që janë regjistruar nga SPAK për krime zgjedhore në Shkodër. Agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit u mbështetën në terren nga oficerë dhe patrulla të bluve të Shkodrës dhe deri më tani raportohet për disa të shoqëruar. Në Shkodër ishte edhe vetë Altin Dumani, i cili është në krye të task forcës për krime zgjedhore. Dumani zhvilloi një takim i cili zgjati rreth një orë me drejtuesin e prokurorisë, drejtorin e policisë së Qarkut dhe përfaqësues të tjerë të institucioneve ligj-zbatuese. Burimet bëjnë me dije se Dumani deklaroi se SPAK ka procedime konkrete lidhur me krime zgjedhore dhe se pritshmëritë janë të mëdha. Ai ka kërkuar që në rastet kur ka akuza apo deklarata publike për shitblerje vote, persona që i bëjnë këto akuza duhet të thirrën për të bërë kallëzim në polici dhe prokurori, si dhe të mos neglizhohen si raste. Pas Shkodrës, Dumani ka shkuar edhe në prokurorinë e Lezhës, një zonë me tensione të larta zgjedhore. Pasi vetë kandidati i Sali Berishës, Xhinxhoni, ka deklaruar se kanë ngritur një strukturë për mbrojtje të votës dhe madje nënkryetari i bashkisë së Lezhës, Fatjon Zefi, dau edhe një video kur Xhoni i bllokon makinën. Në këtë qark janë shënuar disa incidente lidhur me zgjedhjet. Më i fundit ishte situata mes Partisë Socialiste dhe Koalicionit Euro-Atlantik të Lulzim Bashës, ku këta të fundit pretenduan se socialistët po blejnë vota. Tjetër incident ishte edhe ai ndodhur në Dajç, ku anëtarë të Partisë Demokratike ndoqën automjetin e babait të kandidatës së Partisë Socialiste dhe i kanosën dhe i kërcënuan me armë. Përmes një postimi në rrjetet sociale, SPAK bën me dije se deri më tani kanë nisur hetimet për 35 materiale kallëzuese.